Nderuar zoti kryeministër, nderuar zoti ministri i Brendshëm, nderuar zoti ministër i Infrastrukturës dhe Energjetikës, të nderuar përfaqësues të Komisionit të Sigurisë, të nderuar pjesëmarrës. Ceremonia e sotme është e një rëndësie të veçantë, pasi sot Policia e Shtetit i jepet një tjetër mbështetje në logjistik, një mbështetje shumë e nevojshme dhe domosdoshme për të përmbushur detyrat e saj. Policia e Shtetit vit pas viti, por sidomos vitet e fundit, ka pësuar një transformim të dukshëm në mentalitet, profesionalizëm, infrastrukturë dhe logjistik, që ka sjellë një rritje të forcës parandaluese dhe goditëse të policisë së shtetit në luftën kundër krimit. Këto komponentë të rëndësishëm, po përmirësohen muaj pas muaj, kjo fal mbështetjes së qeverisë shqiptare, të komunitetit, si dhe të partnerëve tanë strategjik. Vitet e fundit, Policia e Shtetit ka pësuar një reformim të thellë, çfarë e ka bërë dhe po e bën policinë një shërbim policor më pranë qytetarëve dhe nevojave për siguri, një shërbim policor më të trajnuar dhe më të paguar, një shërbim policor të besueshëm në krah të partnerëve ndërkombëtar me platforma bashkëpunimi rajonale dhe euroatlantike në luftën ndaj krimit organizuar, terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Më prezantuese e më dinjitoze me uniforme mjete të reja, me pajisje e sisteme teknologjike bashkëkohore. Rinovimi i flotës së policisë me automjete të reja dhe cilësore do të përmirësojë akoma më tej performancën e strukturave policore, duke ofruar një shërbim të shpejtë dhe efikas për publikun dhe një herazi do të përmirësojë kushtet e punës dhe shërbimit të punonjësve të policisë së shtetit. Flota e re me 134 automjete do të përdoren në përmbushjen e detyrave të policisë në patrullim sipas jurisdiksionit të strukturave në kontrollin e territorit dhe policisë rrugore. Kjo është mundësuar me financim të buxhetit të shtetit, me kontratë leasing operacional për 4 vite dhe është në vazhdim të projekteve të qeverisë për modernizimin dhe përmirësimin e kapaciteteve logjistike të policisë së shtetit. Marrja me qira e mjeteve të transportit rrugor sot konsiderohet si modeli më efektiv i përdorimit të flotave të makinave për qëllime pune në institucione, nisur nga avantazhet financiare dhe operative, të cilat janë të provuara në kohë. Ne provuam më herët për gjatë vitit 2017 me fondet buxhetore leasing operacional për një periudhë 4 vjeçare të 53 automjeteve, kryesisht të shërbimit të rendit dhe qarkullimit rrugor në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, e cila na rezultoi një eksperiencë e suksesshme. Këto automjete përmirësuan në mënyrë të ndjeshme efikasitetin e shërbimeve të policisë, sigurojnë gatishmëri teknike 24 orë në ditë. Mjetet janë të pajisur me të gjitha aksesorët e nevojshme të sinjalistikës vizuale, me GPS, duke mundësuar përdorimin efektiv e kontrollin real të vendodhjes së tyre. Njëkohësisht, ato sigurojnë garanci dhe komoditet në punë për punonjësit, duke rritur performancën e besimin e policisë në komunitet. Këtij projekti të rëndësishëm i bashkëngjitet edhe dhurimi i 30 motocikletave të reja nga OSHE si rezultat i bashkëpunimit shumë të suksesshëm që kemi patur me këtë institucion gjatë kësaj periudhe. Këto motocikleta do t'i shikoni të patrullojnë në rrugët e kryeqytetit në përdorim të skuadrave shqiponja, çka do të rrisë ndjeshëm efektivitetin, shpejtësinë dhe rezultatet e operacioneve të kësaj strukture shumë të veçantë për policinë e shtetit. Me këtë rast, shpreh falënderimet në emër të organizatës sonë për drejtuesit e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe OSHE-n për mbështetjen që japin policisë në funksion të kryerjes së misionit të saj fisnik për ruajtjen e sigurinë publike e krijimin e kushteve sa më normale për qytetarët në gjithë territorin e vendit. Të nderuar pjesëmarrës, Policia e Shtetit do të jetë gjithmonë e angazhuar për përmbushjen e prioriteteve të saj të vendosur në kuadër të procesit të antarësimit të plotës Shqipërisë në BE në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit, si dhe misionit për garantimin e rendit dhe të sigurisë për qytetarët. Duke pasur besim të profesionalizmi dhe përkushtimi i çdo punonjësi policie, më lejoni që në emër të tyre të shpreh edhe një herë falënderimet për ndihmën e pakursyer dhe mbështetjen që na jep kryeministri, qeveria dhe Ministria e Brendshme dhe i siguroj se Policia e Shtetit, e cila po bëhet më profesionale, më modernizuar në infrastrukturë, mjete e pajisje, do të jetë motivuar me vizion të qartë për të përballuar me sukses kryerjen e detyrave të ngarkuar, pa u thyer e tërhequr nga çdo presion, sulm që mund t'i bëhet asaj. Ju faleminderit.
Ftoj Ministrin e Brendshëm për të mbajtur fjalën e rastit. I nderuar zoti kryeministër, të nderuar anëtarë të Komisionit Parlamentar të Sigurisë, pjesëtarë të trupit diplomatik dhe të misioneve policore, të nderuar drejtues dhe punonjës të policisë shtetit. Këto ditë e para më kanë mjaftuar për të vizituar pothuajse të gjitha strukturat e policisë në qarqet e vendit dhe atyre në qendër, ku kam parë nga afër gjendjen dhe nevojat e strukturave të policisë shtetit. Futja në inventarin e policisë shtetit të një numrit konsiderueshëm prej 134 autoveturash dhe 30 motocikletash është vetëm një paket e radhës në kuadrët e një programi të gjerë modernizimit të qeverisë shqiptare për policinë e shtetit, ku përfshihen sistemet shumta të cilat do të komplementojnë, mbështesin dhe lehtësojnë punën e strukturave policore në përmbushjet misionit. Në raport me numrin e popullsisë, vendi ynë ka sot një trup policore të vogël në numër, krahasuar edhe me vendet tjera europiane. Në këto kushte, modernizimi, rritja e kapaciteteve, pajisja me mjete dhe teknologji bashkëkohore, trajnimi i vazhdueshëm, si dhe rritja e kapaciteteve profesionale janë mënyra e duhur për të kultivuar një forcë policore të aftë të përballojë sfidat e kriminalitetit në të gjitha format komplekse dhe sofistikuara të shfaqjes së tij në jetën tonë të përditshme. Objektivat serioz për një fazë të re në luftën kundër krimit të organizuar, nevojat për herë në rritje për prani të shtuar dhe kontroll më efektiv në territorin e vendit, sfidat që lidhen me valët e emigracionit drejt Europës dhe shumë të tjera, mund të përballohen me sukses vetëm nga një polici moderne, një polici me njerëz të mirë arsimuar dhe të mirë pajisur. Kjo fazë e re e modernizimit që nis sot do të ketë një zhvillim të mëtejshëm. Së shpejti, presim që flota automjeteve të zgjerohet në mënyrë të dukshme, që të zgjerohen kapacitetet e monitorimit mobil të trafikut rrugor, që të krijohet një flotë e re e dronave të vëzhgimit ajror, që të përmirësohet dukshëm teknologjia e monitorimit kufive, që të vijnë në funksion sisteme të sofistikuara të analizës inteligjente, që fizionomia europiane e policisë shtetit të marrë një trajt të re përmes një sistemi të furnizimit me uniforma. Por jo vetëm kaq. E di mirë që se modernizimi vërtet duhet ndodhë tek njerëzit, tek burrat dhe gratë që ndërtojnë dhe mirëmbajnë sigurinë tonë. Dhe kjo është sfida e vërtet, ajo më rëndësishmja, e cila mundson që investimet në sisteme pajisje të japin rezultatin e pritur. Për këtë do të na duhet që të përsosim sistemin e arsimimit dhe edukimit e trajnimit të policisë shtetit, që Akademia e Sigurisë të shndrohet në një institucion modern edukimi, ku ngjizet një trup e motivuar dhe arsimuar punonjësish të rendit dhe sigurisë publike, që procedurat dhe standardet operacionale të policisë shtetit përafrohen me modelet më të përparuara europiane, që marrëdhëniet me qytetarët të arrijnë një nivel të padiskutueshëm besimi, që policia të jetë realisht e të gjithë qytetarëve, që ajo të jesh jashtë dhe larg ndikimit partive politike, që karriera në policinë e shtetit të jetë një shteg malor ku mund të ngjitesh vetëm me forcat dhe meritat individuale, që policët e Shqipërisë të jenë miq të mirë me njëri tjetrin, që nderi, dinjiteti dhe integriteti të jenë tiparet bazë të identitetit të policëve tanë, që shteti dhe shoqëria të jenë në mbështetje dhe në përkrahje të plotë të policisë tonë. Nëpërmjet këtij programi që mban në konsideratë si njerëzit, ashtu dhe teknologjinë, ne do të sigurojmë një epërsi dominuese ndaj krimit në të gjitha aspektet, për ta bërë kështu shumë të vështirë mbi jetesën e tij. Të nderuar pranishëm, policia e shtetit ka nevojë për njerëz të aftë të përkushtuar për teknologji e për shumë gjëra të tjera, por para zgjithash, ajo ka nevojë për një përkrahje dhe mbështetje të gjerë publike. Ne nuk mund ta blejmë dhe as duam ta blejmë me para shërbimin, dedikimin dhe sakrificën e punonjësve të policisë shtetit. Ky shërbim nuk mund të ketë asnjë lloj çmimi material. Ky shërbim sublim ka një çmim tjetër, dhe ajo është dashuria dhe respekti ynë për policinë tonë. Jo më larg se 2 ditë më parë, forcat e policisë, në përmbushje të detyrës që shoqëria u ka ngarkuar, u përmballën me një agresivitet absurd dhe të pabesë nga i grupi caktuar.
ato duar që u ngritën kundër Ina Nukës dhe kolegëve të saj na tregojnë se verbria politike e ka përherë potencialin për të sjellë dëme jo vetëm mbi policinë, por mbi krejt shoqërinë. Izolimi i këtyre devijimeve të rrezikshme dhune kërkon jo vetëm reagim të vendosur të policisë, por edhe reflektim të gjerë shoqëror. Për një reflektim të tillë i ftoj sot të gjithë qytetarët, përfaqësuesit politikë dhe parazdishtash moshatarët e Ina Nukës. Tek policia jonë duhet të shohim forcën tonë, dinjitetin tonë dhe mburojtjen tonë. Ne mbajmë me taksa tona policinë që ajo të përballet vetëm me kriminalët. Për reflektim serioz ftoj edhe përfaqësues të caktuar politik, të cilët nuk duhet kurrësesi të rreshtohen përballë policisë, por vetëm në krah të saj. Unë jam i bindur se kjo paketë e konsiderueshme që qeveria dhe qytetarët e vendit i japin sot policisë tyre, e përcjell më së miri edhe mesazhin e përkrahjes së pakushtëzuar politike dhe shoqërore për këto organizatë të pazëvendësueshme që i shërben sigurisë tonë për një të ardhme më të mirë europiane. Duke përfunduar, më lejoni që të falenderoj edhe publikisht kryeministrin Rama për mbështetjen e veçantë që i jep edhe personalisht policisë shtetit dhe ta ftoj për të fjalën e tij. Faleminderit. Duke përgatitur këtë fjalë, më kujtua një raportim i vitit 2010 në media për 5 makina të sapo blera të policisë shtetit që kishin mbetur rrugë. 3 prej tyre të sjella pas një tenderi prej miliona eurosh, kishin hapur kofanën në hyrjen tek zogu i zi për probleme me tubin e ujit. 2 tjera kishin mbetur tek thesa e Rinasit dhe u desh që automjetet tjera të policisë ti rimorkjonin. Dhe ky ishte një episod spektakolar që nxirten pa një vijimësi të mbrapsht të procedurave dhe të proceseve për pajisjen e policisë shtetit, e cila u bë edhe objekt komedish edhe përqeshjesh shumë shpesh për shkak të keq pajisjes, qoftë me mjete, qoftë me uniforma. Më kujtua po ashtu se shumë pak muaj pasi ne ishim në detyrë, ish kryeministri përqeshte policinë e shtetit duke ekspozuar në tabelën e fletrofeve të tij digjitale një makinë që transportohet burgosur në Shkodër dhe që mbeti në rrugë duke detyruar spostimin e të burgosurve në makinën tjetër. Përqeshte peshqeshin që na kishte lënë duke na vënë në pozitën të vështirë për të rimëkëmbur një polici shtetit rënuar, si dhe në tërësi një vend të rënuar në çdo sektor. Një polici shteti që sipas raporteve të partnerëve kontrollonte vetëm 55% të territorit të vendit, me më pak se 1/4 e efektivëve me arsim të lartë, me mbi 70% të automjeteve jashtë funksioni dhe me shumë probleme tjera për të përfunduar me faktin se ishte policia më e keq paguar në planet.
policë që binin krye detyrës sepse armët e tyre nuk qëllonin, ose sepse qoheshin të keq armatosur në përballje me kriminal të armatosur deri në dhëm. 265 dëshmorë të policisë shtetit, prej cilëve vetëm 6 përpara vitit 1990. Të gjithë tjerët dëshmorë të një periudhe të vështirë, kthesash historike dramatike, momentesh historike tragjike, por edhe si rezultat një vimësie te jetë të mbrapsht në mbështetjen politike, në mbështetjen e përgjithshme në çdo aspekt të trupës, më të ekspozuar ndaj rrezikut dhe më të braktisur përballë rrezikut që ishte policia e shtetit për vite e vite të tëra. Jo më larg se 40 orë më parë, një efektive 24 vjeçare e policisë së shtetit mund të kishte humbur jetën. Dhe ishte shpejtësia e reagimit saj që bëri që të humbte vetëm gishtat e njërës dorë. Ajo vajzë i përket gjeneratës re të policisë që duam, i përket gjeneratës së të reja dhe trinjve të shkolluar në akademinë e riçelur të sigurisë. Akademia që u mbyll për vite të tëra, për arsyet mos arsyes, duke ndërprer një cikël studimesh dhe trajnimesh të pazëvendësueshëm për efektivet e policisë së shtetit. Një ndër shumë vajza që janë dallandyshet e para të pranverës sapo nisur për rigjenerimin e policisë së shtetit. Përfshirë në të vajzat dhe djemve të arsimuar, të trajnuar, që stërviten çdo ditë. Humbi gishtat sepse nuk ishte e trajnuar. U tha nga ata cilët kanë përgjegjësi drejt për drejt për nxitjen e dhunës dhe për goditjen me lëndë plasëse, të cilën Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë e dënon si krim të rëndë. E kundërta është e vërtet. Ajo vajzë, si dhe vajza dhe djemt e gjeneratës saj në policinë e shtetit, jo vetëm që janë të arsimuar, jo vetëm që janë të trajnuar, por stërviten fizikisht çdo ditë. Dhe ishte pikërisht gatishmëria e reagimit që i shpëtoi asaj jetën. Sepse sot do të kishim, lavdi Zotit kjo nuk ndodhi, një tjetër dëshmor dhe me sa di të parën dëshmore vajzë të policisë së shtetit. E pra, fokusi tek gjenerata e re, fokusi tek ripërdrija e vazhdueshme dhe tek rritja e vazhdueshme e përqindjes së punojësve të policisë me arsim të lartë, fokusi tek ulja e vazhdueshme e moshës, sepse ende kemi një moshë mesatare të lartë të policisë së shtetit, dhe fokusi tek mbështetja e gjithanshme e trupave të policisë është ajo me të cilën gdhihemi dhe me të cilën ngrysemi në përditshmërinë e punës sonë për ta çuar policinë e shtetit në standardet që duam. Për ta bërë policinë e shtetit një polici me nivel performance në mesataren e policive të Bashkimit Evropian deri në vitin 2021. Nga ana tjetër, për të kthyer në vendin e sotëm,
transformimi i mënyrës funksionimit në gjithë procesin e mbështetjes logjistike të policisë së shtetit. Drejtori i përgjithshëm e përmendi dhe unë duhet ta përsëris. Është flota e parë e siguruar me një kontratë ndryshe, me një kontratë 4 vjeçare, në bazë cilës të gjitha mjetet do të zëvendësohen me të reja pas 4 vjetësh, duke shmangur historitë e pafundme të shkuarës, tenderet e pafundëm dhe përfundimet qesharake që quan në një polici shteti që kishte lloj-lloj makinash, me lloj-lloj moshash, me lloj-lloj problemesh, një lloj karnevali me trupën që reflekton dinjitetin dhe seriozitetin e një shteti. Dhe kjo nuk është një shpikje, kjo është një metodë e garantimit të logjistikës e përdorur gjërësisht në vendet e zhvilluara, e cila garanton shumë më tepër automjete se sa me ato tenderat e degradimit tradicional, dhe mbi të gjitha garanton gjendje optimale teknike në vimësi, pasi është shërbimi që përgjigjet për çdo problem teknik, për çdo defekt, për siguracionin dhe taksat e automjeteve dhe për zëvendësimin e tyre në kohë reale në rast se ato kanë një problem. E them këtë sepse është shumë e rëndësishme që të nënvizohet se me këtë flotë të re, jo thjesht fuqizojmë dhe shtrim në 8 qarqe plotësimin e plot me të gjitha nevojat logjistike të policisë së shtetit, por garantojmë që mos ketë më kurrë histori si ato që e kthyen policinë e shtetit në objekt komedish, portokallish dhe barsaletash, për shkak të ngecjes në rrugë dhe daljes jashtë funksionit të mjeteve. Dhe të njëjtën gjë do të bëjmë me uniformat. Diskutuar me ministrin e Brendshëm për tenderat e uniformave që dështojnë, rihapen, ridështojnë, kthehen dhe nuk garantojnë vimësinë. Nuk kemi pse të shpikim rrotën, na duhet thjesht të imitojmë ata që e bëjnë më mirë këtë punë. Vendet e zhvilluara, vendet e Bashkimit Evropian, ku nuk ka tendera uniformash, po ka një shërbim të personalizuar për çdo efektiv. Dhe ku 1, 2, 3 kompani të licencuara përgjigjen çdo ditë për çdo efektiv policie që ka nevojë të ndryshojë diçka në uniformën e vet, të marrë diçka të re. Dhe nuk paguan parat për tendera, por çdo efektiv ka kartën e fondit personal për uniformën dhe për të gjitha pajimet. Dhe ka adresat e gjithë pikave të shërbimit ku shkon edhe merr atë që i duhet, e kështu është secili që kujdeset për uniformën e vet dhe policia është e gjitha vazhdimisht me uniforma top. Dhe nga ana tjetër, është e domosdoshme që të ecim me shumë më shpejt përpara me inovacionin. E kemi domosdoshme që përveç makinave të reja, që janë gjitha të pajisura me sistem gjurmimi satelitor, të kemi monitorimin e rrugëve, kamerat në të gjithë akset kryesore, dhe të kemi
shpresoj një orë më parë, rezultat me një reformë për cilën më ra goja. Reformën e shërbimit lidhur me gjobat dhe lidhur me reklamimet e qytetarëve për gjobat. Nuk mund vazhdojmë më policia e shtetit me letra bakalli duke ndaluar njerëzit rrugëve e duke marrë shënim edhe biografin kur vëj gjobë. Duhet kalojmë në sistemin e teknologjisë. Ashtu si kundër, duke pasur dhe kamerat, duhet garantojmë që teknologjia ta bëjë këtë punë. Jo policë që rrinë gjysmë të fshehur rrugëve dhe dalin me një tabel edhe pastaj e vendosin dhe vetë trupën në një pozitë kuazi qesharake. Është koha për të kapërcyer në një epokë tjetër. Dhe janë krijuar bazat e kësaj pune, tani kjo punë duhet finalizuar dhe ato komisionet e reklamimit që janë komisione korrupsioni duhet të marrin fund. Duhet marrin fund pasaportat që ju merren qytetarëve, e patentat që ju merren qytetarëve, e ju thuhet paraqitu në komision këtu, paraqitu në komision atje, pastaj flasim rrugës. Duhet marrin fund. Dhe teknologjia na e mundson plotësisht këtë gjë. Nga ana tjetër, kemi hequr vetëm në 2017 nga organizatat kriminale mbi 40 milion euro pasuri nga duart e tyre dhe i kemi sekuestruar, ndërkohë që në 2013 kjo shifër skalonte 1 milion euro. Ndërkohë që kemi përgjysmuar numrin e vrasjeve dhe shifrat flasin të gjitha në favor të policisë shtetit, që nga institucioni më i korruptuar në sytë e qytetarëve në 2013 është sot e gjithë ditën pavarësisht sprovave, pavarësisht probleme, pavarësisht propagandës dhe baltës në të përditshme që kanë ngrënë padrejtësisht institucioni më i besuar i shqiptarëve. Kjo është gjëja më e rëndësishme mbi cilën duhet ndërtojmë hapat në vijim, sepse kemi nevojë për përmirësime në këto aspekte gjithashtu. Kemi nevojë për një reagim intensiv të vazhdueshëm ndaj të fortëve. Me shpejtësi do të çojmë në parlament projektin e ri për krijimin e një force tjetër reagimi parandalues, një force të shpejtë reagimi parandalues, një force super speciale që do të merret në mënyrë të dedikuar me të gjithë ata që janë një besdi për komunitetet dhe që kanë precedent penal apo që kanë profile kriminale mbi të cilët duhet të ushtrohet përdit presioni parandalues i policisë së shtetit. Dhe nga ana tjetër, duhet të çojmë përpara dhe të finalizojmë diskutimin për xhandarmërinë, për të marrë një vendim përfundimtar pas shumë debatesh bëra dhe në të shkuarën, nëse po apo nëse jo, dhe për të futur në një proces historik, siç është ky i kalimit nga një epokë shumë problematike në raport me sigurinë dhe me krimin, në një epokë kontrollit plot në fushën e sigurisë dhe zbrapsje të plot të krimit nëpër skutat e veta, edhe një numër të konsiderueshëm efektivësh nga policia ushtarake. Kjo është temë që meriton një debat shterrues pa humbur kohë. Nëse në këto 5 vite sfida jonë ishte rikthimi i policisë shtetit në krye të detyrës dhe krijimi i një profili të besueshëm të policisë shtetit për qytetarët, ne kemi fituar këtë sfidë ka kohë. Sot kemi një sfidë të dyfisht që është që me këtë forcë të rikthyer në detyrë dhe të besueshme për qytetarët, të jemi
shumë më pranë dhe shumë më dinjitoz në funksion të qytetarëve dhe nga ana tjetër të bëjmë të mundur që 3 vitet ardhshme të jenë vitet e një shkatërrimi spektakolar të krimit të organizuar dhe të çdo forme sfidimi të rregullave të bashkëtesës nga cili do qoftë. Unë jam i bindur që i kemi të gjitha kushtet për ta fituar edhe këtë sfidë, ashtu si kundër të gjithë efektivet e policisë. Duhet të jenë të bindur për mbështetjen maksimale, time personalisht, të qeverisë sonë, të shumicës qeverisëse dhe për vendosmërinë që në çdo moment policia e shtetit të ndjehet më e mbështetur se asnjëherë më parë. Në çdo aspekt. Policia e shtetit është policia e qytetarëve. Dhe është forca e qytetarëve në raport me çdo shfaqje dhe me çdo individ që cënon qetësinë, sigurinë dhe shpresën e qytetarit në këtë vend, që është atdheu ynë i përbashkët, të cilin policia e shtetit duhet ta përfaqësojë çdo ditë me dinjitet. Shumë faleminderit.